Kemi pas humbin edhe jetës një qytetari. Pakujdesia e njeriut edhe shkakton zjarr. Shumica e qytetarëve mendojnë që si pasojë e temperaturave të larta kemi zjarre më shumë të fushore. Jo, 99% të zjarreve që janë shkaktuar zjarre fushore dhe malore janë shkaktuar nga dora e njeriut. Një pjesë nga pakujdesia, një pjesë jem të qëllimshme. Kategoria e nga pakujdesia është se qytetarët i ndjegin hamulloret. Mbas fazës së kurrishirëve ndjegin hamulloret, se sipas besimit të tyre pastron fushën edhe përgatit tokën. Mirë po, edhe nga aspekti i bujqësor, edhe nga aspektet bujqësor, dhe nga ekspertët tjerë që jemi konsultu, kjo realisht vetëm e dëmton biodiversitetin, e dëmton florën dhe faunën dhe kafshët që jetojnë aty. Por problemi është që tani ky zjarr del jashtë kontrollit për shkak të temperaturave të larta, për shkak të erërave të forta dhe mbasandej ne duhet të përballemi me pasojat që i shkakton kjo. Jo vetëm në pronën e tij, po mbas atë që zjarri nuk njeh kufi, nuk njeh pronë dhe po përballemi me probleme të tilla. Për fat keq vitin e kaluar kemi pas humbin edhe jetës një qytetari, i cili nga pakujdesia ka ndezë një zjarr në oborrin e tij dhe i ka dalë nga kontrolli dhe për fat keq ka ndruar jetë. Po kemi pasur dëme të jashtëzakonshme. Ky është një fenomen tash i njoftën për neve të zjarret fushore malore që ndodhen më shpesh tani. Është i pasojë që në zona rurale ka zhvendosje të popullatës më të madhe që kalojnë në zona urbanistike. Është kullosat, bari thot, këtu nuk mbahen në hudhje bishtit cigares e pa shurë, mund të shkaktojnë një zjarr. Kur bëhet një zjarr ka pasoja të mëdha, ose zakonisht të ndodhin mas korrjeve të grënijeve, njerëzit nuk i mbajnë arat e veta, shkaktojnë një zjarr të mendu që pendes vetëm arën e vet, ai mund të ndezë një sipërfaqe të madhe të zjarre fushore, që mund të kalon në zjarrin pyjore që për neve është një angazhim shumë i madh që kërkon angazhim shtesë të zjarrfekësve. Unë gjithmonë kam thënë që shkaktar është gjithmonë faktori njeri. Pakujdesia e njeriut edhe shkakton zjarr. Si në zjarre fushore, po ashtu edhe në zjarre malore. Cila është e pakujdesi? Pakujdesia është pikniqet. Dalim me familje, në piknik, e ndezemi zjarr për të bërë një atmosferë këta diun, po largohemi nga vendi i ngjarjes, nuk e fikim zjarrin tërësisht. Apo hudhja e këtyre cigare, don pirsit, të cilët i hudhin cigaren pa kontroll dhe ajo shkakton zjarrin. Ka shumë thonë që jo shkaktohet për shkak temperaturave të larta dhe prej gjamit. Jo. Prej gjamit shkaktohet duhet në qenë temperatura lartë mbi 100 gradë. Ato janë shumë raste specifike që po gjithmonë është faktori njeri i cili e shkakton pakujdesia e njeriut dhe shkakton vjen të zjarri fushor apo zjarri malor.